Syet dhe motivet mund të jenë nga më të ndryshme. Mua, feedbacku ose pasoja e mirë për gjithë popullsinë e këtij vendi dhe në aspektin politik është që është rrit ndërgjegjësimi qytetar, forca e reagimit qytetar, gjë që na ka munguar. Dhe ky është lajm i mirë patjetër. Gjëja e dytë pastaj është e ardhmja e kësaj proteste, të cilën po doni unë jap mendimin që tani ose një moment. Do kemi kohë patjetër për ta diskutuar. Arber, çfarë ka ndodhur në këto 12 ditë? Shiko, unë ju bashkova që në ditën e parë protestës, ju bashkova që në fillim denoncimit për atë që po ndodhte në Zvërnec, sepse ka qenë totalisht një veprim që është marrë nga disa institucione shtetërore, që fillonte patjetër me policinë lokale, vjonte me bashkinë, vjonte me qeverinë, pra një errësirë totale për gjithë projektin e Zvërnecit. Dhe nuk mundet që një projekt i cili ka një vlerë $4 miliardë të kalonte në një heshtje të tillë, dhe të kalonte inkognito gati nga çdo kush. Pra asnjë nuk e ka ditur që vlera e investimit do ishte aq. Asnjë nuk e ka ditur që ka patur një projekt për atë, sepse është folur gjithë kohën që do ishte Sazani, po ndërkohë na doli që është Zvërneci të vërtet. Pra ka patur shumë problematika që shpërthyen në një moment të caktuar, patjetër ka ndikuar edhe ajo sjellje çnjerëzore që bën rojet private dhe më pas edhe policia e shtetit atje në Vlorë që e pa edhe nuk reagoi. Dhe shpërtheu më pas gjithë ajo pakënaqësi. Por kjo nuk është një pakënaqësi që lidhet me Zvërnecin. Tashmë ka kaluar Zvërnecin. Që në ditën e tretë e kaloi Zvërnecin. Pavarësisht se ka një realitet në mediat ndërkombëtare, sidomos ato kryesore që duan ta politizojnë, mediat amerikane lidhin vetëm me çështjen Trump. Me dhëndrin pa lidhje me çështjen Trump, me presidentin amerikan, meqense edhe atje janë zgjedhjet në nëntor dhe janë zgjedhje që pritës së vërtetës republikanët dalin humbës deri tani. Dhe po shfrytëzohet akoma më shumë nga mediat atje. Por për ne, për shqiptarët, kjo e ka kaluar Zvërnecin. Kjo është një çështje që lidhet me arrogancën, lidhet me pabarazinë, lidhet me korrupsionin, lidhet me gjithë ato probleme që ne kemi thënë në studion tënde. Pra nëse ka një problem, qeveria shqiptare, qeveria dhe lokale, po dhe qendrore, kryesisht lidhet me korrupsionin dhe me pabarazinë. Pra një shqiptar i thjesht nuk është i barabartë me një shqiptar që ka mik, me një shqiptar që ka para. Që është patronazhist. Jo, nuk janë gjithë patronazhistët të pasur. Jo. Se ka dhe patronazhistë të varfër. Se dëgjoj këtë patronazhistët. Madje për mua, zoti Rama është shkëputur edhe nga patronazhistët. Se po ta shikosh, ai po i merr disa vendime me një klik, me një grup shumë të vogël njerëzish. Dhe ti e kupton vetëm kur shpërthen një gjë si kjo e Zvërnecit. Aty është një pakënaqësi e akumuluar ndër vite ndaj qeverisë që thash që kanë njerëzit. Është një pakënaqësi e cila lidhet padyshim me shumë element, lidhet me spitalet. Pra aty ka njerëz që kanë folur me shumë protestë. Është skaneri i gjithë Shqipërisë, po thoni. Është patjetër. Aty janë të gjithë të shtypurit të Shqipërisë dhe të gjithë ata që nuk kanë patur një mundësi të vërtet në Shqipëri, në këtë vend që po ndërtojmë. Dhe unë kam folur me shumë njerëz. Aty kam takuar individ të cilët kanë parë familjarët të tyre të vuajnë për mungesë ilaçesh. Aty kam takuar njerëz të cilët kanë fituar disa konkurse dhe sistemi i kanë nxjerrë jashtë sepse është futur dikush me mik. Aty kam parë njerëz që kanë vite që duan të marrin pronën e tyre dhe pronën e tyre ja ka marrë dikush tjetër se ka qenë më i fortë. Aty kam parë njerëz që kanë parë gjyshit e tyre që kanë vdekur me një pension 150.000 lekë. Pra aty kam parë Shqipërinë e vërtet dhe Shqipërinë e vuajtur, të cilën me dashje, pa dashje, partitë politike... Aty kemi pa dhe Shqipërinë e bukur, është gjithashtu paradoks interesant. Absolutisht. Shqipërinë e re, Shqipërinë e parfumosur. Nuk e di pse i fiksimi i madh për parfumet. Ata janë njerëz, me sa kam parë unë, që të cilët ja kanë dalë vetë në jetë. Pra janë njerëz që mund të kenë shumë pak ose as pak interes në shtet. Janë njerëz që punojnë privat, mund të kenë një biznes të vogël, një biznes të mesëm, dhe janë njerëz influencera, kam parë shumë, modele kam parë shumë. Pra kam parë të gjitha, i kam parë gjithë, nuk është se Veshaka. Ne si gazetar e kemi huqin që shikojmë çdo gjë. Tani kam një kuriozitet tjetër dhe për këtë do doja asistencën e Blet Kokës në këtë çaste. Bledian, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Tani ka një paradoks tjetër shumë interesant në këto 12 ditë protesta. Është aspekti propagandistik. Nëse shohim sjelljen, qasjen dhe mentalitetin e njerëzve në shesh pavarësisht moshave, duket sikur e gjithë propaganda e kryeministrit e veçanërisht viteve të fundit ka qenë e dështuar.
më shumë duken sikur i kanë besuar syrit për çdo gjë, edhe këtë e thash për çik vetë kënaqësi, kërkoj ndjes për këtë moment, po nuk e kanë ngrënë atë sapunin e famshëm të kryeministrit për djathtë. Pse i ka dështuar ajo që dikur konsideroi pikë e tij e fortë? Sepse ka rënë e gjithë narrativa. Ka rënë e gjithë, si më thënë, ajo që lejmë sot se kur ti ndërton vetëm fasada dhe nuk ndërton themele mbi cilat funksionon jo vetëm shteti, po duhesh edhe narrativa jote, sigurisht që një ditë ajo shkërmoqet, bie edhe të zëbrënda. Dhe besoj që me Zvërnecin, sigurisht që e gjitha ajo lloj narrative ka rënë. Dhe unë mendoj që kjo gjë është edhe për Zvërnecin, pra nuk është se Zvërneci u përdor thjesht si artificial